Zoti Kliqi, keni kërkuar fjalën për replik? Më vjen keq që të citoj veten time, po unë sa po thash që jeni ballukizuar të gjithë. Po të dalish këtu dhe të flasish për reformë, drejtësi dhe sukseset saj, në një kohë kur përdorni mandate, 83 mandate si thika, krimi, për të mbrojtur vjedhjet e Lubi Ballukut, nuk ka hipokrizi më ekstreme se kjo. Nuk ka hipokrizi më ekstreme se kjo. Nuk ka hipokrizi se të bësh teorira se të fortit, po të kujt janë të fortit, mor? Po të fortit janë patronazhistë të poshtër, që terrorizojnë qytetarët për pushtetën e krimit. Të fortit janë patronazhistë. A i duhej arrestuar 10 herë, po nuk desha të zgjatëm në këtë pikë. Dhe s'u arrestua asnjëherë, se ishte terrorist i votave. Nuk ka të fort që si bën dot zap policia, po ka polici të bërë zap nga të fortit e partisë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe gjërat duhet të themi si të janë. Ballukizimi juaj është fundi juaj. Edi Rama edhe një herë, pse ka marrë dosën e skaksit dhe po shqyrton? Kur t'ja mbath një ditë, çfarë do thoni ju? Prap do bëni avokatin e tij. Ndaj dhe nuk e zgjidhin fjalë problemin, e zgjidhin aktet, veprimet. Ju faktikisht i dhatë goditjen më fatale drejtësisë. Ishte të zyrë me te. Zoti Kliqi, të merrni fjalën? Zoti Kliqi, të merrni fjalën. Okej, nuk po vazhdoj me listën atëherë. Pse çfarë për gallat? Po s'po bëjmë gallat tash. Zoti Kliqi, keni